Sali Berisha dhe Partia Demokratike ju përgjigj yllit 5C poshtë Edi Ramës në hapjen e fushatës me njerëzit që s'pa ka arrestuar nga dhe afër mazhorancës, por ishte interesante se në atë montazh fotografik mungoi Elvis Roshi. Sulmi ndaj ish-kryebashkiakut Kavajës ka qenë i egzageruar padyshim, por ishte PD që e mori përsipër ta bëjë atë në një flamur moral të lëvizjes. Dalja e Elvis Roshit në krah Elton Roshit, kushëririt të tij në një takim elektoral, është egzagerim nëse mund përdorej politikisht, por jo në rastin e ish-kryebashkiakut Kavajës, të cilin PD e ka pasur si një shënjestër politike. Le ta marrim kështu, sot Sali Berisha ka aleat Elvis Roshin dhe kundërshtare Evi Kokalarin, e cila ishte e vetmja amerikane që i erdhi në mbështetje në luftën me Bashën. Natyrisht që zonja Kokalari ka pasur arsyet dhe interesat e veta, siç edhe sot Elvis Roshi ka arsyet e veta në fushatën ndaj të afërmit të tij. E gjitha kjo është dialektike politikës reale apo tribale, por në të vërtet fabula këtu ndër vite është mbarsur si politik morale, me një moral të përmbysur natyrisht që më 21 janar ka sulmuar jo Berishën po Agron Malajn, më 15 mars jo shkëlzem Berishën por qeverinë e PS-s. Por duhet thënë se dosja Partizani ishte bankoprova e kësaj logjike, ku shumica e opinionit opozitar thonë se Berisha është i akuzuar pa prova. Askush se ka lexuar dosjen e cila dramatikisht po shkon drejt djegjeve të afateve, nëse ndodh, atëherë zerohen të gjitha proceset që ka nisur SPAK përfundimisht. Megjithatë, për te aspektit penal që përdoret politikisht, me ide jo me logjik, sot duhet thënë se Sali Berisha ka aleat të gjithë që i leverdisim pa lidhje dekriminalizimi. Politikisht aleanca me Roshin, edhe pse krejt lokale, madje tribale, është në thelb reale. Berisha nuk shikon ngjyrën e macës, mjafton të kap minjt. Një pragmatizëm që rrezikon logjikën e opozitës 12 vjeçare, jo në thelbin e asaj çfarë në të vërtetë është politika shqiptare e cila është pragmatiste, por që ka rrëzuar narracionin e saj. Pse Berisha është bërë aleat me Elvis Roshi në Kavaj, sepse ky i fundit është një personazh lokal i rëndësishëm dhe ka vota, të cilat para 2011-s i ka pasur për PD-n dhe nga 2011 deri në 2017 i ka pasur për PS-n. Po pse Berisha përkrau Roshin dhe braktisi Kokalarin? Sepse i pari kërkoi një mandat deputeti në Kavaj dhe e dyta duket se pretendoi një lidership kombëtar. Çfarë fitoi Berisha dhe PD në këtë zgjedhje? Berisha mund të fitojë një mandat, por PD mund të humbë një perceptim politik. Dhe këtu është çështja. Sali Berishës më shumë se perceptimi i duhet një mandat pasi nuk luan për fitore.